se keni ardhur. Shumë kënaqësi. Në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës u zhvillua aktiviteti organizuar nga Bashkia Shkodër dhe Shërbimi Social Shtetëror me rastin e 1 tetorit ditës ndërkombëtare të të moshuarve. Në këtë ditë simbolike u bashkuan institucione, përfaqësues vendor dhe qytetarë në një atmosferë festive, ku shfaqen edhe element të traditës dhe kulturës shkodrane. Zëvendës kryetaria e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza përshëndeti të pranishmit duke theksuar angazhimin e bashkisë për të afruar më shumë shërbime sociale dhe aktivitete që u japin hapësirë e dinjitet të moshuarve në jetën e përditshme të qytetit. Në këtë ditë e veçantë, Bashkia Shkodër riafirmon edhe një herë angazhimin e saj për të përmirësuar cilësinë e jetës të moshuarve dhe për të siguruar një trajtim me dinjitet dhe respekt për çdo qytetar të moshuar të bashkisë tonë. Drejtori i shtëpisë së të moshuarve Shkodër Fation Hoxha në fjalën e tij vlerësoi për kujdesjen dhe mbështetjen që po jepet moshës së tretë, duke theksuar se respekti dhe dashuria për të moshuarit janë një detyrim moral e shoqëror. Jam shumë i privilegjuar që kam të bëj me disa gjysha të mrekullueshëm të cilëve unë ju shërbej çdo ditë. Ato janë bërë si pjesë e familjes sime dhe unë i shikoj si gjyshat e mi dhe sot kem frymë dhe sot kem forcë, do të mundohem për më të mirën e tyre që atyre mos t'i mungoj gjë dhe t'i lumturohet zemra tyre. Një respekt për të gjithë që kanë organizuar këtë aktivitet bukur, i përshëndes të gjithë. Moshën e tretë jep jetë gjatë dhe shëndet. Urojmë gjithë, ne jemi shumë të gëzuar aty ku jenë në shtëpitë moshuarve. Parë kemi këtë zotërin këtu, që s'na ka kush. Atmosfera festive në mjediset e Muzeut Historik të Shkodrës vijoi gjatë në ritmet e dy artistëve shkodranë Saviana Vjerdha dhe Eglir Dit Turmetaj.